سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. Të gjithë të cilët keni ndaku që të vini sonte këtu në këtë prezencë, pse Allahu xhela xhelalu që Allahu t'i shpërblen me të mirat e tij ashtu siç din ai të shpërblen në bërit e tij të mirë. Dhe nuk e di o vëllezër si ta shpreh gëzimin që sonte patëm këtë nder që ta kem hoxhën tim këtu dhe ose ta lebja i tij që gjithë jetën me të vërtet me ja kushtuar hoxhës së pak. Edhe ai nderi më i madh që gati se të i preki yjet nga gëzimi kur e pash hoxhën tim këtu në xhami, e pastaj të na nderon me nderin e tij, o vëllezër me të vërtet është një gëzim i madh dhe padyshim se u gëzova kur dy hoxhallarët që erdhën në kas vizit dhe në përhajr të xhamisë tonë nga Kosova, hoxha Burim Karkuzi dhe hoxha Fatmir Zugaj, që erdhën këto vetëm me ju vizitu dhe me pa xhamatin dhe xhamin, por ai që ishte më shumë gëzim ishte dhe hoxha im, hoxha Hafiz Isa, me këteshi Allahu e shpërblet që inshallah sonte pra do ta shfrytëzojmë këtë natë që mas pari të nderoj hoxhën tim disa fjalë shkurta si përshëndetje, si përhajr, nëse ka mundësi. Dhe pastaj inshallah do t'i shfrytëzojmë këto dy hoxhallarët këto të cilët I kemi, se unë ju kam shorduar shumë herë kështu të fol, e ndoshta mendoj që është koha pak sot që të ndëgjojmë këshilla pak prej hoxhallarëve tjerë, Allahu I nderoft, dhe kam dëshirë që hoxha im të del t'i fol nga disa fjalë, nëse ka mundësi hoxha Hafiz Isa Bektesi, por gjithë ju të cilët nuk e keni ndëgjuar, kjo është hoxha Isa Bekteshi, I cili kam mësuar te hoxha Hafiz Idrizi, e keni njoftur në Shkup te xhamia e Allaxhës, kanë shërbyer si hoxhallar të dy dhe ai dhe ky, dhe unë ka desht Allahu xhela xhelaluhu që hifzin tim ta kryej në dorën e hoxhës tim Hafiz Isa Bekteshi. Por o vëllezër, subhanallahu, një gjë që e tham këtu dhe para syve t'ju dhe para syve të hoxhës tim, që mos të kishte qenë Hafiz Isa, hoxha im, që të më nxitte dhe të më ruante me një fjalë shtu komplet, që në shkronjën e parë të mësimit të hifzit tim, dhe të më nxitte deri në mësimin e Kur'anit përmendsh deri në fund. Dhe po nuk më kishte ruajtur ky pas, unë nuk do ta disha më Kur'anin përmendsh sot ndoshta. Po janë nga urtësia e madhe e Allahut xhela xhelaluhu është që Allahu xhela xhelaluhu I ka krijuar çështje dhe ka bërë disa shkaqe për të u realizuar disa sende, dhe ndoshta ke shkaku më I madh për ta ruajtur hifzin e Kur'anit përmendsh, hoxha im që sot është këtu në prezencën e juaj, Hafiz Isa. Ky ishte ai I cili edhe pasi që dole në komision të hifzit, ky tha për mu nuk je ende hafiz derisa nuk këndon Kur'anin përmendesh pa shiquar me Kur'an hiç. Kur ta fillosh që në fillim edhe ta mbarosh deri në barim nga hifzi që ke mësuar, atëherë tha je hafiz për mu. Për ndryshe tha nuk je hafiz. Dhe kjo fjalë më ka ndihmuar shumë, dhe pas saj një vit e gjysë më shumë më kanë dëgjuar vazhdimisht Hafiz Isa për kohën që e ka dhënë, subhanallahu, nuk di kush më që mundet të jash problem përpos Allahut xhela xhelaluhu, që e lusim Allahun që ai tash problem me të mirat e tij, Allahu t'i ruan familjen e tij, t'i ruan hifzin e tij që është një ndër hafizllarët të rrallë të Shkupit po dhe të Maqedonisë, që e din hifzin ashtu sikur që e din hoxha jon Hafiz Isa. Allahu e ruaj, t'i ruaj hifzin e tij dhe Allahu I dhash bereqet këtij dhe familjes së tij, e Allahu e gëzoft në këtë botë dhe në botën tjetër, dhe Allahu xhela xhelaluhu që ta shoqëron këta dhe neve gjithë në ditën e gjykimit me pejgamberët dhe me gjithë ata të mirët të cilët Allahu I nderon, e të urdhënon të na I thotë disa fjalë nëse mundet. Faleminderit hoxhës të zërfonit, se madhe Allah finalisht nësër foli këto pasë, vetëm t'i fjallë shkurta unë. Hamdë Allah I Gjeleshanu, salavat për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, e falenderoj për të dhëmoni për këtë fjallë që pak shumë mëndesë.
Dhe të Allah, i përnëmbere që ka rarë në Kosovë, Allah i edhashtë një mërë, Allah i edhashtë sukses. E këtu për shpezoj rastin që i t'ja bëjë për hajë, imamin në mëdhekën e Zëllëtmonit, Allah i edhashtë një mërë kratë inshallah, edhe inshallah të punojë të tjere frimë në fundës inshallah, edhe ju Allah i shpërblejtë. Që kasë, Allah i rëzim. Allah i ndëruft, Allah i shpërblet. Allah i shpërblet, Allah i ndëruft dhe juve, inshallah është koha u vëllezër tash pak që të ishtim në funksion. E di që hoxhallarët nuk kanë dëshirë që të dalin të folin, mirë po për kapacitetin që kanë të diturisë me të vërtet, ja vlen që të ndëgjoni pak edhe ajo e cila është si detyre ynë, që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithin që transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kushdo që beson Allahun dhe ditën e ahiretit, le të nderon musafirën. E këto si musafir për t'i nderuar po që kanë qelluar dhe hoxhallar dhe janë kolegë të cilët kemi mësuar së bashku me ta, e veçanërisht pra hoxha Fatmir Zogaj dhe hoxha Borim Karpuzi, Allahu i shpërblet që së bashku kemi kaluar një kohë shumë e cila ka qenë kohë e çmuar në atë sezonën e diturisë. Dhe me të vërtetë është një ndër hoxhallarët Borim Karpuzi që Allahu xhël xhelalu i ka dhënë kapacitet të fortë për në fiqh, për në jurisprudencën islame, dhe Allahu e ka nderuar, pra nëse ka mundësi dini mesela këtu me na sqaruar është mirë. A nëse vetëm me sqaruar është me ju përhar xhamatin, edhe kjo është mirë. Çka do që ka nga ky, e mirë presim inshallah sonte, edhe ky gjithherë na ka përmirësuar në meselet e fiqhut të kështu me radhë, dhe një ashtu edhe hoxhën e nderuar Fatmir Zogaj. Me të vërtetë me këto është shumë i njohur pra në gjuhën shqipe, se bëjshmi ndonjëherë hajgare shumë, saqë u frigoshim ka ndonjëherë por ato ëjat e shqipes që të i qesim, edhe unë kur shkruajsha me hoxhën Fatmir Zogaj, ja qisham ata në Fatmir me o që mos gabojmë, a kemi qitë mirë në rregull apo jo. E me të vërtetë është i njohur shumë, Allahu e shpërbleft dhe Allahu i nderohet, pra së pari inshallah ja japim fjalën hoxhës Fatmir Zogaj, pastaj inshallah përfund e lëm hoxhën Borim Karpuzi. Kur na shih. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Allahun gjelle gjelalu e falenderojmë dhe vetëm prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Përshëndetet, selamet mbi pejgamberin sallallahu alaihi wa sallam, i dërgojmë mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata rrugën e të cilit deri në ditën e gjykimit e pasojnë. Allahu gjelle gjelaluhu na bëf prej tyre. Fillimisht, xhamati i nderuar, i respektuar, unë jam i nderuar që jam në prezencën e juaj këtu në këtë xhami, prezencën e këtyre hoxhallarëve, prezencën e hoxhës dhe Hafiz Isës, i cilin na kanë folë dhe hoxhallarët për hifzin e tij, për kapacitetin e tij. Me të vërtetë kjo është një kapital i çmuar që duhet ta ruajnë muslimanët. Allahu i shpërblev dhe ja shtoft ymrin në mirësi. Gjithashtu Allahu e shpërbleft hoxhën Hafiz, i cili na ka nderuar dhe ju ka nderuar edhe juve. Jeni të nderuar me të vërtetë që keni një hoxh të tillë. Për ata dhe kemi ardhur t'ja bëjmë për hajër imamllokën e kësaj xhamie. Allahu xhelle xhelalu i qof bereqet këtij dhe juve së bashku në ndërtimin e brezave të arshëm të cilët i bajnë dobi islamit dhe muslimanëve. Të nderuar vëllezër xhamatli, kur hyra në këtë xhami, këtu i pash 3 elemente të rëndësishme, 3 begati me të vërtetë madhështore. E para, begatia e kësaj xhamie, se sa bukur është rregulluar, e më shumë më bëri përshtypje kur hoxha na njoftoi se një haxhi e ka lëshuar vendin e kësaj xhamie, që Allahu xhelle xhelaluhu ja bëft nasib xhenetin dhe shtëpiat e xhenetit, ashtu sikur se ai ka dhënë prej pasurisë së tij për mua dhuru Allahu deri në ditën e gjykimit. Dhe ajo që më bëri akoma më përshtypje është se në xhamin e ka ndërtuar një person, dhe lusë Allahu xhelle xhelalu, dhe pse se një atë person, që Allahu subhanahu wa taala ashtu sikur e ka ndërtu këtë xhami, Allahu t'ja ndërtoi një shtëpi në xhenet. E s'ka dyshim se kjo është premtimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ka thonë se kush e ndërton një shtëpi të Allahut në tokë, në xhami, Allahu ja ndërton një shtëpi në xhenet.
Dhe kjo më të vërtetë është shumë madhështore. E dyta ajo që më bëri përshtypje është gjithë ky xhamat i nderuar, i respektuar që të bohen në xhami për të adhuruar Allahun dhe për të ndëgjuar fjalimet dhe derset e hoxhës së nderuar. Që ndoshta edhe të ne në Kosovë pag xhamia gjën e sidomos në përfshatra, se në për qytete ka mundësi të sheh xhamate kaq shumë mirë, po në përfshatra rrallë herë apo hiç nuk sheh kaq shumë xhamat që të mblidhen në këtë xhami. Andaj Allahu xhelle xhelalu fillimisht ju ka nderuar me xhami. E dyta është jeni të nderuar ju që ju ka bërë Allahu rrezik të vini dhe të boheni në këtë vend, dhe ajo që është më kulminante se Allahu xhelle xhelaluhu ju ka nderuar me një hoxh, sikurse është Lukman Arifi, që është prej hoxhallarëve të respektuar, të nderuar, të veçantë për hifzin e tij, i cili është i shquar, dhe për diturinë e tij dhe urtësinë e tij, që më të vërtet ne hoxhallarët ja kemi lakmi. Ja kemi lakmi dhe ja kemi zeli gjithashtu. Për ata, alhamdulillah që Allahu ju ka begatuar me këtë hoxh, andaj ruane dhe kujdesuni për to dhe shfrytëzoni në maksimum. Sepse pa juve as hoxha nuk do të ishte mirë, po pa hoxhën dhe ju nuk do të mund t'ja dilni. Andaj ruani dhe kujdesuni për to dhe rregulloni raportet me të dhe përfitoni prej tij. Unë nuk desha t'ju maj ligjërata as ders, thjesht t'ju përkujtoj një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për vlerën e atyre të cilët vinë dhe prezantojnë në mexhliset ku përmendet Allahu xhelle xhelalu. Për vlerën e atyre të cilët prezantojnë, nuk pritojnë, i lajnë ndoshta edhe keq punët e tyre vetëm për me arë, me ndëgju fjalën e Allahu subhanahu wa taala në këtë xhami. Transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu, hadithin e ka nxjerrë Imam Muslimi, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Ma ijtama'a qaumun fi baytin min buyutillah." Nuk bashkohen një popull në një shtëpi prej shtëpive të Allahut. Jetlu në kitab Allah, të cilët e lexojnë fjalën e Allahut, wa yatadarasuna bainahum, dhe e mësojnë atë me njëri tjetrin mes tyre. Vetëm se Allahu xhelle xhelaluhu zbret qëtësi mbi shpirtat dhe zemrat e tyre. Kjo është e para. E dyta, Allahu xhelle xhelaluhu e zbret rahmetin mbi ta. E treta, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i mbulojnë me laqet me krahet e tyre. Dhe e katërta, e që është më madhështoria, është se Allahu xhelle xhelaluhu i përkujton në mesin e banorëve të qiellit ata persona të cilët kanë prezantuar në këto mexhlise për ta mësuar fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Andaj kjo është me të vërtetë merit e madhe që Allahu xhelle xhelaluhu ju ka zgjedh mesin e krejt atyre njerëzve të cilët ndoshta jetojnë në fshatin tuaj, që ju të prezantoni në këtë xhami, ta falni namazin dhe të ndëgjoni fjalët e Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo është rrezik, kjo është furnizimi më i mirë që Allahu xhelle xhelalu ju ka bërë juve në këtë dunjë në ditën e gjykimit. S'ka rrezik, s'ka furnizim më të mirë se sa Allahu xhelle xhelalu me ta dhënë imanin dhe me ta bën të dashur xhamin e Allahut. Ngjashëm me këtë hadith, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se Allahu xhelle xhelalu ka kriju melaqet të cilët ecin nëpër tokë dhe shikojnë se sa ku ka tubime që përkujtohet Allahu xhelle xhelalu dhe përmendet Allahu subhanahu wa taala. E kur ta gjojnë ndonjë mexhlis ku më të vërtet përmendet fjala e Allahut, përmendet libri i Allahut, përkujtohet Allahu, ju thojnë atyre melaqeve, e janë dhe se kena gjetur një mexhlis, një vend ku përmendet Allahu xhelle xhelalu. E çka bojnë këto melaqe? E mbulojnë atë mexhlis me krahrit e tyre deri në qiellin e dunjas. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E pastaj Allahu xhelle xhelalu i pyet edhe pse Allahu subhanahu wa taala e di më së miri se çka ka në zemrat e robëve dhe çka bëjnë robët. Dhe i pyet këto melaqe se ku ishit. Dhe ato pastaj tregojnë se kemi qenë me një mexhlis ku përmendet emri i Allah. Me një mexhlis ku ka robë të cilët të falenderojnë, madhrojnë, të përkujtojnë. E pastaj Allahu xhelle xhelalu i pyet këto melaqe. Am kanë pa mua ata robërit të cilët mua me përkujtojnë, ata melaqet ja kthejnë jo Allah. Ka thonë, e sikur të më kishin pa,
Melaçet thonë më të vërtetë sikur se të kishin pa, kishin me të falendëru, edhe më të madhëru edhe më shumë. E pastaj Allahu xhelle xhelalu i pyet këto melaçe dhe i thot: "E çka kërkuan robrit e mi tek unë apo nga unë?" Thot ata robër kërkuan prej teje xhenetin o Allah. Thot a e kanë pa ata xhenetin? Melaçet thonë jo. Thot e sikur si ta kishin pa, thot sikur si ta kishin pa, kishin me bën akoma më shumë dua dhe lutje që Allahu xhelle xhelalu t'i fut në xhenet. E pastaj thot çfarë kërkuan tjetër apo çka kërkuan ata? Thot ata kërkuan mbrojtjen nga zjarri i xhenemit. E pastaj Allahu xhelle xhelalu thot a me të vërtet a e kanë pa xhenemin? Ato ja thonë jo Allah. Thot po sikur ta kishin pa, thot po sikur ta kishin pa, ata kishin me kërku akoma më shumë mbrojtje dhe frikë, kishin me pas nga zjarri i xhenemit. Atëherë Allahu xhelle xhelaluhu i thot më të vërtet, thot unë i kam falur ata. Allahu i thot melaçev, unë i kam falur ata, që cilët ulen në këto mejlisë dhe përkujtojnë Allahun xhelle xhelaluhu. E pastaj njëre prej melaçeve i thot o Zot, thot po në mesin e atij mejlisit ka qenë një person i cili nuk ka arë me atë njetë. Nuk ka arë me njetë me përkujtu Allahun as me ngu ders, po ka qëllu edhe ka hynë xhami, ose i ka pa duke folë për dinë të Allahut, ka arë për një nevojë edhe shtull. Allahu xhelle xhelaluhu thot me të vërtet ushhidukumullah. Allahu thot ushhidukum, ju dëshmoj juve se i kam falur ata, ama për këtë personin që ka thonë që ka arë në atë mejlis, edhe pse s'ka arë me njetë, ndoshta me ndëgju dersin, thot Allahu xhelle xhelaluhu e kam falur ata, la yashqa jalisuhum, nuk pikëllohet ai i cili ulet dhe prezanton në këto mejlise. Allahu xhelle xhelaluhu na bën për atyre, të cilët na bën të dashur dinin e Allahu xhelle xhelaluhu. Allahu subhanahu wa taala na bën pishtar të cilët e ndriçojmë rrugën e atyre të cilët vinë pas neve deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, me të vërtet jeni ju ata të cilët e mbani këtë dinë të Allahut. Është të vërtet se hoxhallarët ju tregojnë rrugën, mirë po edhe hoxhallarët s'kan mundësi të qëndrojnë në këtë rrugë pa qenë mbrapa tyre ju. Ata të cilët i përkrahni, ata të cilët e ndihmoni dinën e Allahut xhelle xhelalu. Për mos me zgjat, para 2 viteve isha në umre edhe vizituam një hoxh prej hoxhallarëve, prej imamëve, ish imamëve të Çapës. Edhe ish nder për neve të ulëm para tij dhe të flasim me të. Prej gjërave të cilat na i përmendi tha kur të vini ju në Çapë këtu, edhe më të vërtet ajo është ndjenja jonë. Thotë se na shihni neve në këto mejlise, në këto vende të shenjta, edhe thoni lumit ju për këtë vend që jeni duke qëndruar në këtë vend. Lumet ju për këto shpërblime që i keni në këto vende. S'ka dyshim, ai i cili jeton në Mekë dhe në Medinë, nuk ka mirësi më të madhe. Mirë po mos harroni, thotë se atë të cilin ju e bëni atje një skaj të botës islame, ka mundësi të jetë shpërblimi më i madh për ju se sa ai joni këtu në këtë vend. Edhe na ishim kurioz me ditë se pse. Për shkak se ju jeni ata të cilët duke qëndruar në hududet. Ai thoni hudude, kufit e islamit. Nëse thehet kufiri i islamit, thot nga atje, thehet dhe dëmtohet edhe bërthama islamit, tha këtu. E nëse ju i mbroni ato hudude, nëse ju i mbroni kufit e islamit me dinin tuaj, thot mbrohet edhe bërthama jon e islamit në këtë vend. Andaj thot ju jeni sikur se i safi i parë atyre të cilët luftojnë në rrugt të Allahut. Me të vërtet kjo është një tezkije e madhe për neve, po e lusmi Allahun xhelle xhelalu të na bëj prej tyre që t'i ruajmë kufit e islamit, ata të cilët na i kanë sjellë deri këtu dhe ne t'i ruajmë për gjeneratat e ardhshme deri në ditën e gjykimit. Ma bëni Allahu për zgjatje, Allahu ju shpërbleft. Me të vërtet jam i nderuar që në mesin tuaj. Allahu xhelle xhelalu ju begatoft me mirësi të mëdha në këtë xhami. Allahu xhelle xhelalu ju shpërbleft me të mira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Na fillim dhe mbarim me falenderojnë Allahun Azza wa Jall,
që na ka bërë musliman dhe lutmi Zotin e Madhërisëm që të vdesmi si musliman mu'minin edhe muhsinin. Pastaj na ju falenderojmë gjithë juve, në veçanti hafuzat, e në kyjet të hafuzit, hafuz Lukmanin, se këto kemi posë edhe mësës edhe atje, na, këtë kena si kolegë, po nga posi mësës, hafajzin në gjithë. Sholla Zotë e rumë e juve, Allahu ju ka begatu me këtë njeri që ja ka sjellë në mesin tuaj. Se sigurisht do të ketë në mesin tuaj njerëz të mirë që Allahu mja sjellë në njerit të tillë. Ndërsa unë më edhe më interesant ajo që përmendi edhe Sheh Fatmiri, Zoti e shpërbleft atë vllahun që ka ndërtu këtë, që ka investu për këtë xhami, këtë shtëpi të Zotit, dhe një herë të atë haxhin që ka çu tokën, inshallah Zoti që të dyve ja ban nga një shtëpi në xhennet për këtë që ata kanë bën. Për Allah është e lehtë. Nuk është patjetër ta fiton ato xhennetin vetëm njëri që e ka ndërtu një xhami komplet. Por është një hadith që me tubimin e rrugëve bëhet i vërtet, se pejgamberi alayhis salam ka thonë veç nëse kontribon në një xhami, veç një hapësirë të vogël së strofëlla e një zogi, veç së strofëlla e një zogit nëse kontribon, Allahu do ta zavancon me një shtëpi në xhenet. Inshallah Zoti atyre që kanë investuar për këtë, Allahu ja zavancon me ka një shtëpi në xhenet. Ndërsa në mesin e shpërblimeve hyn edhe ata të cilët kujdesen për xhami. Edhe ata që e mirëmbajnë xhamien, jetarët islam, shpjeguesit e Kuranit dhe të haditheve, kanë thonë se në ta hyn edhe ata që kujdesen për xhamien. Nëse njoni si ka pasur mundësit me investu atëherë, ose ai që ka ndësh këtë vend, këtë shtëpi të Zotit, nëse si ka bon hapësirë kërkujna që me ndërhy edhe me ndihmu në ndërtimin e saj, atëherë bili let kujdeset tasht për xhamien dhe inshallah e merr një shpërblim nga unë në Allah të zëvëgjel në xhennet dhe merr shpërblimin sikur mundet me marr, sikur ai që e ka ndërtu. Pastaj ju e keni një nder që Allahu ja u ka mundësu me ka kjo xhami këtë në vendin tuaj, jo pse në Makedoni nuk ka xhamia tjera, por në ashtë pak më lartë. Po këtu mu në qytet, që nëse njëni prej juve të rive, sidomos tash që kena ashtë nuk i rrugë të moshuarit, nëse njëni prej të rive do në me ndjek rrugët të parve, për shembull rrugën e Imam Ahmesh, i cili dietarët kur e kanë zbërthy jetën e tij, kanë thonë se ai për 70 vite me radhë, 70 vite me radhë nuk i ka ik namazi me xhamat. Nuk i ka ik namazi dhe nuk i ka ik recati parë. Për 70 vite me radhë ja kanë përmend Imam Ahmesh në Siyar A'lam an-Nubala. Ndërsa për këtë po tham trive kur don me ndjek këto, e ata që janë të kapur për xhami, janë ata që ka thonë pejgamberi alayhis salam, janë në hijen e arshit të Allahut, në hijen e fronit të Allahut në ditën e gjykimit. Janë ata që janë të kapur për xhami. Kjo është rasti mirë që juve ju ka ardhur. Pastaj është edhe rast tjetër që ju është ardhur një pjesë e xhennetit në fshatin tuaj. Pse po i themi pjesë e xhennetit? Për shkak se këtu po mohen fjalime, po mohen ligjërata, po shpjegohet dini i Zotit. Allahu ka thonë: "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan." S'ka në fjalë më të mirë, zvepro më mirë dikush se sa ai që flet për dinin e Zotit. Kjo fjala më e mira po thuhet në këtë vend. Kjo është nder nga Allahu Azza wa Jalla që ja u ka bërë juve. Pastaj tha pejgamberi alayhis salam një hadith që ka transmetuar Imam Tirmidhiu dhe disa vende të tjera. Ibn Hajar Asqalani ka thonë është zinxhiri hasan, edhe Sheikhul Albani ka thonë zinxhiri hadithit është hasan,
Tha i mirë, domethënë, i mirë, edhe kur thonë në hadith i mirë punohet me ta. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, idha marartum bi riyadil janna farta'u. Tha, nëse ju rastis juve me kalu pran kopshteve të xhenetit, afër kopshteve të xhenetit. Nëse ju rastis juve me kalu, mos i lshani, tha. E ju ka orë ky rast. E i than pejgamberit alayhis salam, e cilat janë këto kopshtet të xhenetit? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, janë vendet në të cilat bëhen neja ku mësohet dhe përmendet Allahu azza wa jall. Pra jo është thorë si rast që pejgamberi e quajti vend xheneti, e që për një xhenet përhershëm, çdo njëri për juve insiston, çdo njëri për punon, përpiqet me bo vepra që më shkon çat xhenetin e përhershëm, por sta dha si shenjë, që disa për i djetarve të mutaakhirinëve i thojnë ka vitet 700 hijri, kanë thonë se ata të cilët nuk i shijojnë këto xhenetet të dunjas, e kanë vështirë me shiju xhenetin e ahiretit. E xhenetet e dunjas janë këto shanca që ka ardhur juve. Me ardhur edhe me ndëgju fjalën e Zotit këtu. Me ndëgju fjalën e Allahut azza wa jall. Transmeton Imam Muslimi një hadith që vjen prej Ebi Saidin al-Khudriyut radhiyallahu anhu. Që ai thot një ditë Muawiya radhiyallahu anhu doli në xhamin e tij. Edhe kur doli i pa një grup njerëzish që rrishin, edhe i tha, pse keni, çka po bani këtu? Tha, jem duke përmendur Allahun, të mirat e Zotit, beret ato nimete që Zotin e ka dhonë. Tha, valla, nuk keni orë për një diçka tjetër? Jo, valla, jo, veç për qëta e në orë. Presje, edhe që tu ju nuk keni orë për një diçka tjetër, inshallah. Po edhe nëse në njoni për juve, s'ka orë bashkë për qiton, hen që hadithin që përmeni Shik Fatmiri, që inshallah dhe aj i folur. Po këtejme të hadithi junë. Ndërsa, a tha, a nuk keni orë për një diçka tjetër? Jo, valla, ju nuk keni diçka tjetër. Thjesht, i tha, Muawiya tha, valla i tha, nuk po dyshaj në saksin tuaj. Por njëherë prej herave mund kohën e pejgamberit alayhis salam. Doli pejgamberi në xhamin e tij dhe i pa disa shok, të cilët ishin të bunë xhamin e pejgamberit alayhis salam. Edhe i tha, për çka jeni të bëu këtu? Tha, po i bëjmë tasbih Allahut, po i bëjmë tekbir Allahut, po i bëjmë tahmid Allahut, po bëna subhanallah, alhamdulillah, dhe njëherët po thona sa të mirat, qysh na ka ndëru Zoti neve, që na ka bo musliman. Edhe tha këto për kujtuna. Pejgamberi i tha, unë tha këto juve që ju kërkova si mu zotu me bobe, e tha se pejgamberi i tha, valla, a veç për qëtajni të bu? Tha, valla, veç për qëta. Pejgamberi tha, kështu që ju thashtë në juve, i tha atyre shokve të ti, nuk po të shojnë saksin tuaj. Por tha, ja thash këtë, sepse Gjibrili më erdhi, dhe më tha se, Allahu është duke u lavdëruar me ata pranti, është duke u lavdëruar me meleket pranti, me ato që ka ju po e bani. A nuk është nder për juve që ju ka orë një xhami, që kur takoheni dhe në vini me ngu dersin, që kjo është përmendje Zotit, s'ka mundësi një hoqë nivelit Shek Lukmanit, me mojt një ligjerat pa e përmen Allahun, pa e bo një lojt të sbihit vëgël bile, pa e përmen Allahun, nuk o mundësi. A nuk është nderë për juve, që ka orë kjo vend, që Allahu mu lavdëru në mbi 7 shiej, se sa për atë shka ju e bani këtu. Për ta Allahu ka desht, dhe ju ka ndëru, dhe njëherit, që që përmendi Sheku hadithin në transmitimin tjetër të Buhorajrës, që zbresin me leket. Mjafton për ju e mu të bu me lek që tu, edhe mju rrëtheku me flatrat juve. Dhe nëse nuk jenin kësi vende, mundeni me konë disa vende tjera. Vendet që ju bojnë me haru Allahun. Vendet që tha Allahu azza wa jall, wa man ya'shu an dhikri rrahmani nuqayyid lahu shaytana fa huwa lahu qarin. Tha Allahu azza wa jall, e kush largohet prej përmendjes Zotit, hen këto, e kush largohet prej kësaj lloj najash,
ku përmendet Allah Azza wa Jall, Allahu i ja mvesh, Allahu i ja bashkan gjit, Allahu i ja jep një shoqëri, në shoqërinë e tij një shejtan që ati nuk i shkoqet heq. Ama mirë për juve me u anë rrugëve e që m'ju mvesh një shejtan, apo me këtu ku ju shoqërojnë me lek, normal që kjo e dyta është më mirë. Dhe kjo është shans për juve. Prandaj ju falenderoni Allahun Azza wa Jall për këtë të mirë që aja ka sjell. Edhe runi, se Allah Azza wa Jall, edhe me këto, kur e runi të mirën që Allahu ja u ka dhënë dhe e falenderoni Zotin për këto, Allahu ja shton. Nashta sot e keni Shek Lukmanin edhe Haxhin Hafazin e madh, dhe nesër bën vakia ju shtuhen henez më shumë nëse ju që shta Zotin Kur'an, wala in shakartum la azidannakum. Ju nëse falenderoni Zotin për të mirat që javë sjell, Allahu javë shton juve. Normal, na para se me orë këtu, unë i fola Shek Lukmanit i thash, se unë jam që një 8 vite jam imam atje në Kosovë, po i thash, niveli që unë njerëzve ju flas atje, janë nivel ma ndrysh pak. Ju për në nëshmim, por janë pak ma ndrysh. Ndërsa ju këtu i nivel tjetër, të unë si jam për me folë për nivelin tuaj këtu, po Allahu është shpërblet dhe nderëft të Shek Lukmanin, inshallah Zoti ju ruan juve gjithve, edhe këta hoxhallar që na kanë nderu, ndoshta së shkarani unë për me dalë para këtyre hafizave dhe hoxhallarve, por çka më vonë që shtu ka herë edhe trive i hipet për parësi, sa me nxit edhe për të mirë, Allahu ju ruaj të ju nderëft të ju shpërblet. Të ishin disa fjalë, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu është shpërblet Hoxhën Bërën Karbuzin për këto fjalë shumë të bukura dhe të çmuara normal me këshilla, të cilat vijnë nga ana e Allahut dhe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Allahu ju nderoft dhe juve që bëhet sabër dhe durim. Mendoj që inshallah me kaq ta përfundojmë sonte. Nëse keni ndonjë pyetje, diçka dikush me pyet, të shfrytëzojmë hoxhallarët këtu, mundet, inshallah, se e kanë kapacitetin e përgjigjes, inshallah, që mos t'i lëshojmë, duke shkuar se janë habitur me të vërtet, tha, alhamdulillah, xhamati ishte shumë i mirë, dhe sipas nivelit që shikojnë, me të vërtet të inshallah, mendoj që në Kosovë do të na lëvdrojnë. Allahu i shpërblefte na normal që shpresa jonë është që Allahu xhelle xhelaluhu të jetë i kënaqur me ne dhe të jem të lidhur te Allahu xhelle xhelaluhu së pari dhe Allahu të jetë i kënaqur me ne dhe me gjithë ju. E Allahun e lusmi që Allahu dhul xhelal ky është problem që po dorim në vëllezër edhe që ke ky gëzim këtu edhe që patëm nderin që të na nderojnë këto dy hoxhallar e veçanërisht hoxhën tim që sot e patëm këtu. Kjo ka një nder i madh, lut Allahu xhelle xhelaluhu që Allahu të shpërblet me të mirat e tij. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Yjet në shkëlqim, ne të zbukurojnë, djeli hëna pa pushim, ty të falenderojnë. Fadina mëngjes, zemra gjallëron, toka qelli çdo krijes, ty të falenderon. Elhamdulillah, për dritën e jetë, elhamdulillah, për rrugën e drejtë, elhamdulillah, për shpirtin